faleminderit. Në salë janë gjithsejt 100 deputet, të nderuara deputete dhe deputet, i falenderoj përfaqësuesit e partive politike që erdhën në konsultim. Takimi shpërfaqi qëndrimet aktuale të tyre. Pati përfaqësues që e braktisën konsultimin. Fatkeqësisht nuk pati konsenzus. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve në orën 12 me 19 prill 2025. Me shpresë që deri atëherë do të ketë pajtueshmëri. Ju faleminderit të gjithëve dhe mirupafshim së shpejti. Kemi shkuar në një pauzë 48 orëshe, ende pa kaluar as raporti për mandatet, një shpikje e re, një blokade e re edhe një situatë totalisht që dëshmon fakt mungesën e vullnetit për të vazhduar me konstituimin, pa kënaqësi nga rezultati zgjedhor dhe pa aftësi për të krijuar shumicën parlamentare. Duke që lëvizja vetëvendosje ka vendosur të fitojë 48 deputet, do të ndjekim prononcimin e Lumir Abdixhikut.